Dhe pyetja e dytë, zoti Berisha, kandidat Partisë Demokratike kanë hedhur pretendime të tyre se ju është tjetërsuar vota. Pra në momentin kur është numëruar vota për subjektet e partisë, pra kanë siguruar pamjet filmike, u kanë dalë ndryshe kur janë numëruar votat për kandidatët. Pra ndryshe ka vota një kandidat i Partisë Demokratike ku numërohet vota për partin, për subjektin, dhe ndryshe u dalin votat ku numërohen për kandidatët. Dhe a quhet kjo një fars? Tani, ajo që zhvillohet në KQZ do ta kenë të qartë të gjithë shqiptarët se qëndrimi i parë, numër 1, i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë madhështore është ky. Nuk pranojmë legjimitetin e këtyre zgjedhjeve. Prandaj dhe nëse keni ndjekur, ne kemi paditur çdo qark për legjimitetin e zgjedhjeve. Dakord? Dhe kemi dokumenta të pafundme. Ky është qëndrimi i parë i yni dhe 2. Transparenca është jo që është parimi pa kundërshtueshëm, është e drejtë e pa kundërshtueshme e çdo individi. Në këtë kuadër, Partia Demokratike nuk pengon asnjë kandidat të saj që kërkon, jo që nuk pengon asnjë kandidat të saj për të kërkuar transparencën, por do t'i mbështes me qenë se ligji nuk i përligj ata, nuk i përligj kandidatët, që duhet i përligjte për mendimin tim, sepse kandidati mund të jetë dhe i pavarur, apo jo. Por në kushtet kur ligji nuk i përligj dhe duhet autorizimi apo duhet mbështetja e partisë në këtë proces, se cili që kërkon transparencën do mbështetet pa asnjë lloj paragjykimi. Edhe njërë, nuk ka paragjykim. Pra, duhet t'i dallojmë këto dy gjëra. Partia nuk njeh legjimitetin e këtyre zgjedhjeve, prandaj dhe po kërkon për çdo qark. Tani Osman, e marr vesh atë punë. Mendoj se as unë as ju nuk mund të flasim për vjedhje për gjërat pa provuara. Ata që dyshojnë se u janë devijuar votat, ata ne u themi u mbështesim për transparencë, por kjo nuk vjen. Nuk vjen se partia ndan dyshimin e tyre. Jo. Nuk vjen nga kjo. Po vjen sepse partia respekton plotësisht të drejtën e transparencës si drejtë e patjetërsueshme e individit. Kjo është. Tani se jemi këtu. Edi Rama, ju e dini, në 2009 pasi nuk paraqiti dot asnjë fakt, asnjë dokument, asnjë provë në asnjëherë nga instancat e sistemit shqyrtimit të ankesave për zgjedhjet. Asnjë. Pasi kaloi çdo afat 3 muaj më vonë ose 4 muaj më vonë, doli me kërkesën hap kutit. Hap kutit, ju kujtohet. Hap kutit që të marrish vizat. Hap kutit që të bësh këtë.
Kutit si shindur time. Dhe unë i them, shko në prokurori, paqit faktet, ti të marrë një prokuror ka taga me hap të gjitha kutit. S'kisha asnjë pengesë po. Vetë tani Edi Rama, 3 ditë pas zgjedhjeve, kur Blerina tha mi mori Olta votat, në fakt mi mori Rama ishte, se vetë kuptohet, po the Olta e ke tek familja Rama, sa ata janë shumë të shkryer në aksione njëri me tjetrin. I kanë aksionet në dhërmja, se ku i kanë, kush i më vërë. Pra, mi mori, tha, 2 herë se tha dot. U të roshta partia zgabon, tha Blerina. Atë s'mund ta bëja unë, kur? Jo. Do transparent. Unë edhe në parti, ka plot njerëz që thonë, jo, nuk e numër mirë, jo, më është bë hile, po do hajde numëroj. Merë kamerë, shqyqyr tani ka kamera, edhe për votat ka kamera, meri kamerat, meri kutin, hapi, mos për to. Kjo është gjë më normale. Kështu që ka 2 qëndrime të kundërta. Të kundërta krejtësisht. Njëri respekton parimet bazë, tjetri shkelmon parimet bazë dhe por mbi parimet e narkoshtetit. Po ke pati, ajo që është interesante se raporti, lexojeni, në proporcion shumë të madh i kushtohet mediave. Nuk kanë ata asnjë kur, asgjë përveç respektit për mediat dhe fjalën e lirë. Nuk nisen kur nga ideja të shtrikëzojnë mediat, të demonizojnë, jo, në asnjë mënyrë. Përkundrazi timbrojnë dhe vetëm si timbrojnë. Dhe këtu konstatohet në kur lexon të raport, lexon fytyrën e vërtet të diktaturës. Ke pati. Edi Rama nuk lejon transparencën. Intelektualët e lumit i ndalin zot. Avokatët e krimit i ndalin zot në media. Në vend se transparenca është e domosdoshme. Pra, ndaj dhe ka një shqetësim shumë të thellë për ta mbyllur me 2 fjalë të raport. Ky raport shpreh shqetësimin gjerë në thellësinë më të madhe për gjendjen në Shqipëri. Dhe ju garantoj që ky është vetëm fillimi. Prap, është mbushur dhe stërmbushur kupa. Le të bëj ç'të doj. Edi Rama nga ky realitet që ka krijuar nuk del dot kurrë më.